Vrasje, vetvrasje, tentemvrasje, dhunë familje. Burri vret gruan, vlla vret vëllon, shoku vret shokun, djali vret prindin. Çka po ndodh me ne? A jemi në alarm e ne po heshtim ndërkohë që vrasjet po rriten? A ka që pa vlerë u bë jeta? To nuk janë vetëm lajme, janë jetë të humbura, janë familje të shkatruara, janë plagë që mbesin tër jetën shoqëri. Dhuna nuk lind brenda ditës. Ajo fillon në heshtje, në fjalë të rënda, në mungesë komunikimin, stres, nervozë që nuk menaxhohet. Fillon familje e shpërthen shoqëni. Kur na heshtim, ajo rritet. Pra, çdo reagim i pa kontrolluar mund të ketë pasoja që nuk kthehen më. Prandaj duhet të ndalemi, të reflektojmë, të reagojmë me kohë, të flasim, sepse heshtja nuk e ndal dhunën, heshtja e forcon atë. Secili prej nesh ka rol, në familje, në rrugë, në shoqëni, në kafe, kudo, sepse kudo po ndodh. Mos prit që të ndodh afër teje për të reaguar, sepse çdo jetë është e vlefshme dhe çdo problem ka zgjidhje. Por mos e lë zgjidhjen kurrë në dorë të nervozës, të mbllethit, të momentit. Zgjidh fjalën para dhunës, qetësim para reagimit, zgjidh jetën. Ju lutem, zgjidhni jetën.